Përshëndetje, unë jam Blerim Regja, jam profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të Universitetit Prishtinës, ligjeroj lëndët që lidhen me sigurinë kibernetike. Tema sot në Cyberzone është fake websites, faqe që duken identike me ato origjinale. Si arrin sulmuesit të ndërtojë një faqe që duket identike me një bankë apo institucion dhe pse syni njeriut nuk i dallon dot. Në planin teknik, klonimi një webfaqe sot është pothuajse triviale. Me mjetë e kopjimi, me vegla phishingu, që veprojnë si ndërmjetës si kundër, si reverse proxy, si për shembull vegla Evil Gen X2, sulmuesi kopjon bit për bit faqen e dokumentit, e kopjon CSS-in dhe pastaj e kopjon edhe komplet HTML-in, edhe kësaj ndërmjetësuesi për të cilë trafikun të serveri i vërtet dhe njëkohësisht vjedh cookie të sesionit. Duke anashkaluar kështu shumicën e zbatimeve apo autentikimeve me dy faktor, ajo që njihet si two-factor authentication. Mbi ta, shtohen edhe sulmet homografike ndaj emrave ndërkombëtar të domeneve, që njihet si international domain name, ku karaktere nga alfabetet të ndryshme prodhojnë adresa vizualisht identike. Një A në latin nuk është një A në cirilik. Po e thjeshtoj, pse kjo është aq e lehtë, sepse këtu qëndron gjithë puna. Çdo faqe interneti, kur ju hapni, i dërgon përmbajtjen e vetë shfletuesit tuaj. Dhe pikërisht kjo përmbajtje, duke përfshitur ngjyrat, logoja, butonat dhe fushat ku shkruani, mund të kopjohet fjalë për fjalë, nga kushdo. Prandaj pamja nuk është kur garanci dhe një faqe mashtruese mund të duket 100% identike me atë bankës tuaj. E vetmja gjë që sulmuesi nuk mund ta kopjojë saktësisht është adresa e plotë e faqes, ajo që shkruhet lart në shfletues, dhe pikërisht atje duhet të shkojmë gjithmonë vëmendja jone parë. Zakonisht, ata regjistrojnë një adresë që ngjan shumë me origjinalin, duke shtuar një fjalë si secure apo login, ose duke zavendësuar një shkronjë me një tjetër që duket njësoj. Për qytetarin e thjesht, rregulli praktik është i qartë. Mos klikoni kur mbi lidhje që ju vijnë në mesazh në telefon, në SMS ose me email, sepse pikërisht aty fillon mashtrimi. Në vend të kësaj, shkruajini vetë adresën e bankës ose përdorni aplikacionin zyrtar të saj. Në Kosovë dhe në Shqipëri kemi parë valë mesazhesh që pretendojnë se vijnë nga banka, nga posta ose nga dogana dhe që kërkojnë të paguani një shumë të vogël për të liruar një pako. Ky është saktësisht modeli klasik i mashtrimit, sepse sapo i futni të dhënat e kartës, ato shkojnë drejt për drejt te kriminalët. Nga ana ligjore, ndërtimi dhe vënia në punë e faqeve të tilla është vepër penale. Në Kosovë dhe Shqipëri, kjo trajtohet nga Kodi Penal dhe nga legjislacioni për krimin kibernetik, si mashtrimi kompjuterik dhe falsifikimeve të dhëna. Ndërsa në Bashkimin Evropian bien në direktivën për sulme ndaj sistemeve të informacionit dhe për vjedhjen e të dhënave personale në rregulloren e përgjithshme për mbrojtjen e dhënave personale, që njihet me emrin si General Data Protection Regulation apo GDPR. Në Gjermani dhe Austri, ndjekja penale mbështetet të dispozitat për mashtrimin kompjuterik dhe kodet përkatëse penale si Strafgesetzbuch. Çfarë sinjalesh teknike konkrete duhet të kontrollojnë një përdorues ose organizat për të dalluar një faqe të rreme nga ajo origjinale? Teknikisht, verifikimi duhet të jetë shumë stresor. Kontrollohet mosha dhe regjistruesi i domenit përmes protokollit WHOIS dhe protokollet të qasjet në të dhënat të regjistrimit, siç është ERDAP. Pasi domenet mashtruese janë zakonisht vetëm orë ose ditë të vjetra. Inspektohet certifikata digjitale sipas standardit X509. Lloji i validimit saj është e validuar vetëm për domenin, që njihet si domain validated, ose kundrejt se validuarës për organizatën ose organization validated, ose me validim të zgjeruar, pra me shumë domene dhe nën-domene, që së bashku njihen me emrat alternativ të subjektit apo subject alternative names, dhe kërkohen të gjitha certifikatet e lëshuara nga variantet e domenit në regjistrat e transparencës së certifikatave. Por le ta kthej në diçka të dobishme për të gjithë, sepse jo kushdo do të hapë certifikata. 3 kontrolle thjeshta e kapin shumicën e dërmuese të rastit. I pari është adresa. Lexojini shkronjë për shkronjë, sepse aty mashtruesi përdor truke si shkronja R dhe N, ndërsa pas tjetrës së bashku duken si një M, ose mbaresa të çuditshme si shop, top, për një institucion serioz që momentalisht nuk i përdor kurrë. I dyti është nxitimi. Nëse faqja, mesazhi
ju vënë në presion, me afate si llogaria ju të bllokohet brenda 24 orëve. Kjo ndjenjë urgjencë është vetë taktika e mashtruesit, sepse nxitimi na pengon të mendojmë i qetë. I treti janë të dhënat që ju kërkohen. Asnjë bank nuk ju kërkon online kodin sekret të kartës tuaj, ajo që njihet si Personal Identification Number apo PIN, ose kodin e plotë të sigurisë. Prandaj, një kërkesë e tillë është alarmi menjëhershëm. Një mbrojtje praktike që rekomandoj fort për çdo qytetar është menaxheri fjalëkalimeve. Përveç që mban fjalëkalime të forta, ai nuk plotson automatikisht fjalëkalimin tuaj në një adresë të gabuar, kështu që paralajmëron pa thënë asnjë fjalë. Dhe këshilla më e thjeshtë nga gjithë kjo: ruajini faqen e bankës të preferuar të shpletuesit tuaj dhe hyni gjithmonë prandaj, kur nga një lidhje e dërguar. Nga ana ligjore, institucionet financiare kanë detyrim të mbrojnë klientët me masa teknike e organizative, që buron nga ligjet për mbrojtjen e të dhënave personale në Kosovë e Shqipëri, si dhe nga rregulloria e përgjithshme për mbrojtjen e dhënave personale apo GDPR. Çfarë duhet të bëjë një qytetar ose institucion nëse ka rënë prej një faqeve të rreme dhe çfarë roli ka raportimi? Nga këtë vështrimi i reagimit ndaj incidentit, hapi i parë nuk është vetëm ndryshimi i fjalëkalimit, por revokimi menjëhershëm i kredencialeve, dhe kjo është kritike, zhvlerësimi nga ana e serverit sesioneve aktive, sepse sulmuesi mund të ketë vjedhur tashmë një cookie të sesionit. Pastaj, rinicializohet autentikimi me shumë faktor, ajo që në gjuhën angleze njihet si multi-factor authentication, dhe mbledhjen e treguesit të kompromitimit, indicators of compromise, si adresat e protokollit apo IP adresat, dhe lokalizuesit e burimeve, adresa unike, Uniform Resource Locator, për të ndarë me ekipet e sigurisë së institucionit. Për këdo që po ndëgjon dhe i ka ndodhur kjo, mesazhi im i parë është: mos u panikosni, por veproni shpejt dhe me radhë. Ndryshoni menjëherë fjalëkalimin. Bëjini këtë nga një pajisje tjetër që e dini se është e pastër. Nëse të njëjtin fjalëkalim e keni përdorur edhe diku tjetër, ndryshojini kudo, sepse përdorimi i njëjtit fjalëkalim në shumë vende është një nga gabimet më të shfrytzuara nga sulmuesit. Aktivizoni verifikimin me 2 hapa kudo që mundeni, dhe nëse keni të dhënat e kartës bankare, telefononi bankën menjëherë që të bllokojë kartelën, sepse bankat kanë linja 24 orë pikërisht për këtë qëllim. Pastaj vjen një hap që njerëzit shpesh anashkalojnë, por që është shumë i rëndësishëm: raportimi. Lajmëroni policinë, në Kosovë njësinë për krime kibernetike, e në Shqipëri strukturat përkatëse të policisë së shtetit dhe ekipin kombëtar të reagimit ndaj sulmeve kibernetike. Dhe ruani çdo provë, qoftë pamje ekrani, adresën e faqes apo edhe vetë mesazhin. Dua të theksoj edhe diçka njerëzore: mos u turproni dhe mos e fshihni, sepse këto mashtrime sot janë bërë aq profesionale sa bien prej edhe njerëz shumë të zgjuar dhe kujdesshëm. Dhe raportimi juaj ndihmon që faqja të bllokohet para se dëmtojë dikë tjetër. Nga ana ligjore, për institucionet, kuadri mbrojtës i të dhënave, rregulloria e përgjithshme për mbrojtjen e dhënave personale, GDPR, është baza kryesore edhe në Bashkimin Evropian. Pse një fajl i shkarkuar nga interneti mund të jetë rrezikshëm edhe kur duket si dokument i padëmshëm, si PDF, Word, Excel e tjerë. Teknikisht, rreziku vjen nga përmbajtja aktive brenda fajlit. Dokumentet, Word, Excel e tjerë, mbartin makro të shkruar në gjuhë të programimit që njihet si Visual Basic for Application apo VBA code, dhe objekte të ndërlidhura që njihen si Object Linking and Embedding apo OLE objects, që mund të ekzekutojnë komandave në sistem, deri te fshirja e krejt sistemit operativ, ndërsa fajlat në formatin PDF mund të përmbajnë një kod të ngulitur ose veprime që ngjisin programe të tjera apo të shfrytëzojnë dobësi në vetë lexuesin. Prandaj mbrojtja serioze mbështetet te ekzekutimi izoluar në mjedis testimi, sandbox, te bllokimi i makrove që vijnë nga interneti dhe te zbulimi i reagimit në pikat fundore që njihet si ideal. Po e përkthej këtë me një gjuhë dhe një ide që mban mend kushdo. Një fajl nuk është i parrezikshëm thjesht sepse duket si një dokument i thjeshtë. Mendojeni se një zarf nga jashtë krejt normal, por brenda mund të fshihet diçka që sapo e hapni dhe japni leje, lëshohet në kompjuterin tuaj. Sinjali më i rrezikshëm dhe ai që duhet ta mbajë mend çdo shikues është kur një dokument sapo e hapni ju kërkon të klikoni butonin Enable Content ose aktivizo përmbajtjen. Dhe nëse nuk e presni atë dokument dhe nuk e njihni me siguri dërguesin, mos e shtypni kurrë atë buton, sepse pikërisht ai aktivizon kodin e fshehur.
Rregulli i dytë i artë ka të bëjë me burimin. Shkarkoni programe vetëm nga faqet zyrtare të prodhuesit ose nga dyqanet zyrtare si App Store dhe Google Play, dhe kur nga një lidhje rastësishme apo nga një faqe që ju premton verzionin falas, të një programi që normalisht paguhet. Tek ne, në Kosovë dhe Shqipëri, zakonisht programet ashtu të quajtura crack ose falas janë një nga rrugët më të shpeshta se si njerëzit pa e kuptuar infektojnë vetë kompjuterin e tyre, sepse bashkë me programin shkarkojnë edhe kodin keqdashës që vjen i fshehur si trojan brenda programit. Nga ana ligjore, shpërndarja e qëllimshme me programeve keqdashëse është vepër penale në Kosovë dhe Shqipëri, po ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Edhe këto, sipas direktivës për sulmen dhe sistemeve të informacionit, e cila e ndalon edhe prodhimin edhe shpërndarjen e mjeteve për sulm. Teknikisht, ekosistemi i abuzimit përfshin reklamat keqdashëse, ajo që njihet në gjuhën angleze me malvertising, që ridrejtojnë në kite shfrytëzimi, shkarkimet automatike pa veprim, pra si njihet si drive-by downloads, edhe helmimin e rezultateve të kërkimit përmes manipulimit të optimizimit për motor të kërkimit, që njihet si search engine optimization, që ngri lart faqe mashtruese. Në pajisjen mobile, vektori kryesor i sulmit është instalimi i aplikacioneve jashtë dyqaneve zyrtare përmes paketave Android, si APK, dhe abuzimi i lejeve të aksesshmërisë për të vendosur ekrane falso dhe për vjedhur kodet një përdorimshe, ajo që njihet si one-time password. Ta marr një shembull konkret, sepse këtu ndodh dëmi më i madh. Gjëja e parë që duhet ta dinë të gjithë është ajo se çdo buton download nuk është i njëjti buton. Në shumë faqe shkarkimi, sidomos me ato për mbajtje pirate, butoni më i madh dhe më i bukur quhet download, por në fakt është një reklam që u çon diku tjetër, ndërsa lidhja e vërtet është shpesh më e vogël dhe më e fshehur dhe më poshtë. Po ashtu, kur kërkoni një program në motorin e kërkimit, si Google, mos klikoni verbalisht në rezultatin e parë, sepse rezultatet e para shpesh janë reklama të paguara që mund t'ju çojnë në faqe të rreme. Shkoni gjithmonë te faqja zyrtare e programit. Në pajisjen mobile, parimi është edhe më i thjeshtë. Instaloni aplikacione vetëm nga Google Play ose nga App Store, dhe kur mos instaloni një aplikacion nga një fajl i marrë jashtë faqes së tyre, pa ndonjë arsye shumë të fortë. Dhe sa herë hap një aplikacion dhe kërkon leje, qaset e mesazhet, kontaktet e kamera, ndaloni një çast dhe pyeteni veten nëse ai aplikacion ka vërtet nevojë për atë gjë. Një aplikacion i thjeshtë si flashlight apo si dritë, si bateri, për shembull, nuk ka asnjë arsye të lexojë mesazhet tuaja. Dhe nëse kërkon këtë, është shenjë e qartë se diçka nuk shkon. Mashtrimet me aplikacione falsa dhe që emitojnë bankat ose aplikacione me kredit shpejt janë përhapur edhe tek ne, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Nga ana ligjore, mbledhja e dhënave personale, bankare e tjera, nga aplikacionet pa pëlqimin e vlefshëm përdoruesit, bien ndesh me kuadrin e mbrojtjes dhënave, rregulloren e përgjithshme për mbrojtjen e dhënave personale, General Data Protection Regulation apo GDPR në Bashkimin Evropian, por edhe ligjet përkatëse tek ne, që kërkon transparencë dhe minimizim të dhënave dhe pëlqimin e qartë për çdo leje. Në planin teknik, mbrojtja duhet jetë e thelluar në disa shtresa. Në pajisje, në zbulimin e reagimit në pikat fundore, që njihet si Endpoint Detection and Response, dhe lejimin vetëm i programeve të miratuara, një Application Allow Listing. Në perimetër, një portë e sigurt webi që filtron adresat dhe ndalon shkarkimet e dyshimta në izolim, dhe mbi të gjitha kopjet rezervë të testuara sipas rregullit 321, me një kopje plotësisht të shkëputur nga rrjeti, si rrjeta e fundit kundër programeve që njihen si ransomware. Por shumica e mbrojtjes reale, për fat të mirë, qëndron te disa zakone thjeshta që mund t'i bëj kushdo. E para dhe më e vlerësuara është mbajtja e telefonit dhe kompjuterit gjithmonë të përditësuar. Përditësimet nuk janë vezdi. Ato mbyllin pikërisht vrimat e sigurisë që sulmuesit i përdorin për të hyrë. E dyta, mbani një program antivirus. E treta, shkarkoni gjithmonë vetëm nga burime zyrtare, ashtu siç thamë. Dhe e katërta, që duhet ta theksoj veçanërisht, është kopja rezervë. Ruani një kopje të fotove dhe dokumenteve tuaja të rëndësishme. Pse e theksoj kaq shumë kopje në rezervë? Sepse ekziston një lloj sulmi, ransomware,
që i mbyll apo i enkripton të gjithë fajlat me dry dhe kërkon para për të rikthyer. Dhe nëse keni një kopje rezervë, ky sulm shndërrohet në katastrofë dhe një bezdit të kalueshme, sepse thjesht i riktheni fajlat tuaj. Ky lloj sulmi ka goditur tani më shumë spitale, komuna, biznese gjithandej Evropës, Gjermani, Austri, por edhe nësione këtu në rajon, edhe në Shqipëri. Dhe çdo herë mësimi është i njëjti. Ata që kishin kopje rezervë, të mira të rikuperuara, ndërsa ata që nuk kishin pësuan dëme të rënda. Nga ana ligjore, detyrimi për zbatuar masa të përshtatshme teknike organizative sipas nivelit të rrezikut është kërkesë drejt për drejt e GDPR-it, tani më e theksuar edhe në direktivën e Bashkimit Evropian të njohur si NIS2. Teknikisht protokolli i sigurt i transmetimit apo që njihet si Hypertext Transfer Protocol Secure, HTTPS, qëndron mbi shtresën e sigurisë mbi TLS, Transport Layer Security, dhe ky protokoll garanton 3 gjëra, vetëm për kanalin e komunikimit. E para, fshehtësinë apo konfidencialitetin, integritetin e dyta dhe e treta, vërtetimin se po flasim me serverin që mbani certifikat lëshuar nga një autoritet certifikues i besuar, nga një Root Certification Authority i besuar. Pra, ai garanton që komunikimi me një domen është i enkriptuar dhe i pacënuar gjatë rrugës, jo që domeni është i ndershëm, madje pas kalimit masiv të certifikateve validuara vetëm për domenin, ajo që njihet si domain validated, dhe falas, prania e enkriptimit dëshmon vetëm kontroll mbi domen, asgjë për identitetin e pronarit dhe qëllimin fundor të tij. Dhe pikërisht këtu qëndron keqkuptimi më i madh që dua të sqaroj sonte, sepse vite me radhë vetë ju kemi thënë studentëve, qytetarëve, vetëm shikojeni drynin, para se të hapesh të dhënat. Por kjo këshill sot është e rrezikshme dhe nuk është e mjaftueshme, sepse dryni, që teknikisht do të thotë se vetëm lidha mes neve dhe serverit është e enkriptuar, pra askush në mes nuk po lexon, sot shumica e dërmuesve të faqeve mashtruese e kanë drynin, me që certifikatat janë bërë falas dhe lëshohen për pak minuta ose në mënyrë automatike. Me fjalë tjera, edhe një faqe rreme, edhe një faqe keqdashtë e ka drynin. Prandaj mesazhi që dua ta dërgoj qytetarëve është i thjeshtë. Dryni nuk është vull cilësie, nuk është dëshmi besimi. Ai vetëm ju thotë që biseda juaj me këtë faqe është private e enkriptuar, por nuk thot asgjë për webfaqen dhe për qëllimet e ndershme apo të ndershme të mashtruesit. Ju mund ta keni drynin dhe prapë të jeni një faqe që t'ju vjedh shënimet e juaja bankare. Ajo që mbetet vërtet e rëndësishme është adresa e plotë e faqes, jo prania e drynit. Prandaj, mos jepni kurrë të dhënat tuaja thjesht sepse kishte një drynë të gjelbër. Nga ana ligjore, përdorimi i enkriptimit për mbrojtjen e dhënave gjatë transmetimit pritet si masë sigurie nga rregulloria e përgjithshme për mbrojtjen e dhënave. Nga ana ligjore, përdorimi i enkriptimit për mbrojtjen e dhënave gjatë transmetimit pritet si masë sigurie nga rregulloria e përgjithshme për mbrojtjen e dhënave personale, që njihet si GDPR, e cila përmend enkriptimin shprehimisht si shembull dhe po ashtu nga ligjet tona. Si e shfrytëzojnë sulmuesit besimin e tepruar te HTTPS-ja dhe çfarë janë sulmet man in the middle apo TLS interception. Teknikisht, vektorët kryesor të sulmit janë phishing me një certifikat krejt e vlefshme mbi një domen të ngjashëm, ku besimi te dryni kthehet në një armë. Zhveshja e lidhjes nga e sigurta në të pasigurt kur faqja nuk detyron sigurinë, pra që njihet si SSL stripping, dhe përgjimi vetë trafikut të enkriptuar, përgjim mbi shtresën e sigurt të transportit TLS-in, kur një pajisje është instaluar në një Root Certificate huaj, qoftë nga një ndërmjetës i lezetshëm i kompanisë, qoftë nga një program keqdashës, mbrojtjet kryesore këtu përfshin detyrimin e rrep të sigurisë transport, ajo që njihet si HTTP Strict Transport Security apo HSTS, dhe monitorimin e regjistrave të transparencës së certifikatave. Po e shpjegoj me një figurë që kuptojnë të gjithë, njeriu në mes, ose në anglisht man in the middle, që do të thotë se dikush futet fshehtas midis jush dhe faqes me të cilën po komunikoni. Mendojni si dikush që ulet midis dy personave që bisedojnë dhe ndëgjon gjithçka. Një vend tipik i tillë ndodh në një wifi publik dhe i pasigurt. Për shembull në një kafe, në aeroport dhe kudo që ka wifi falas. Lajmi i mirë është se HTTPS-ja i konfiguruar mirë e bën këtë shumë të vështirë, sepse biseda juaj është e enkriptuar dhe ai që ulet në mes nuk kupton kurrë. Por ka një rast kur kjo mbrojtje bie dhe dua ta dinë të gjithë, sepse mashtruesit e shfrytëzojnë.
Nëse paraprakisht dikush që ka bindur dhe me parë ta instalonin telefonin, gjithsesi kompjuterin tuaj, një certifikat ose një program të tyrin me pretekstin se duhet ta bërë për të hyrë në faqe, për ta bërë faqen më shumë të sigurt, atëherë ata mund ta kapin edhe këtë komunikimin e enkriptuar. Edhe pse ju e shihni drymin, prandaj rregulli praktik, mos instaloni kur certifikata apo programe që ju kërkon dikush, nëse nuk e dini saktësisht çfarë janë dhe pse. Dhe kur jeni në rrjet Wi-Fi publik, falas, në Prishtinë, Tiranë, Vjenë, München, kudo, shmangni veprimet bankare ose më mirë përdorni internetin e pajisjes tuaj mobile. Nga ana ligjore, përgjimi i paautorizuar i komunikimeve është vepër penale dhe cënon me drejtën themelore të fshimësisë të komunikimeve, edhe në Kosovë, edhe në Bashkimin Evropian. Për te HTTP-s, çfarë bën realisht një sesion shfletimi të sigurt dhe çfarë duhet të kërkojmë si kulturë sigurisë? Teknikisht, siguria reale është një bashkësi e shprehive sistematike, jo një treguesi vetëm. Është kombinim i autentikimit rezistent ndaj phishingut, me çelësa kriptografik, si standardet FIDO2 dhe Web Authentication, si dhe çelësat e qase apo që njësi passkeys, i higjienës së fjalëkalimeve, me një menaxher të fjalëkalimeve, i autentikimit me shumë faktor, multifactor authentication, kudo, dhe i konfigurimit modern të serverit. Në planin arkitekturor, parimi mos beso kur, verifiko gjithmonë, zero trust, e zhvendos fokusin nga perimetri të identitetit të kontekstit. Por dua të përmbledh një ide që mund ta marrë me vete çdo qytetar, sepse kjo është thelbi. Siguria në internet është sikur siguria e shtëpisë. Nuk mjafton vetëm një dryj i mirë në derë, por të gjitha masat. Ju doni disa shtresa të punojnë bashkë. Shtresa e parë janë fjalëkalimet, të forta dhe të rëndësishme, të ndryshme për çdo llogari, sepse nëse përdorni të njëjtin fjalëkalim kudo, mjafton që të vjedhet një herë dhe bien të gjitha. Një menaxher fjalëkalimesh, tani më i qasshëm kudo, ju bën këtë mjaft të thjeshtë, të lehtë dhe mban ai mend për vete. Shtresa e dytë është verifikimi me 2 hapa apo two-factor authentication, sidomos për email dhe bankën, sepse edhe nëse dikush u merr fjalëkalimin, nuk hyn dot në bankë dhe në email pa hapin e dytë. Pastaj vijnë shtresa tjera që e përmendëm. Mbajeni gjithçka të përditësuar. Keni kujdes ka lidhje dhe shkarkimet dhe mbajeni një kopje rezervë të gjërave të rëndësishme. Ideja qendrore që dua të lësonte është kjo. As gjë e vetme, as dryni, as antivirusi, as fjalëkalimi i fortë nuk ju mbron plotësisht vetëm. Janë zakonet e mira të përditshme, të gjitha bashkë që mbajnë të sigurt. Mendojeni sigurinë kibernetike thjesht si higjienën personale. Gjeste të vogla të përditshme që parandalojnë probleme të mëdha. IPCO ofron Cisco Umbrella, një zgjidhje e sigurt që ndihmon në identifikimin dhe ndalimin e kërcënimeve që në fillim, e krijuar për të ofruar mbrojtje proaktive për përdoruesit dhe bizneset. Për më shumë informata, na kontaktoni në emailin ict@ipco.com.